Pritet të fishtima pare gjyqtarit, e bën këtë, drita me topin e parë nga mesi i fushës. Gjithë një Ovuka, depërtimi i tij deri në fund. Ovuka, rasti i dal. Ovuka i kaloi të gjithë si e lanë lojtarët e Prishtinës të depërtonte në këtë mënyrë e pabesueshme dhe në fund intervenimi i Altin Gjoka që shpëton skuadrën e Prishtinës. Shumë lehtë u fut brenda 16 metrëshit Mustafa. Besnik Rastiqi, arkimin në shtyllën e dytë dhe 1-0. Askush në shtyllën e dytë, ky ishte qendërmbrojtësi Pollumbi. Besnik Rastiqi ja edhe njerë. Shumë e çuditshme, vetëm vreni sa bukur. Futët Ardmanaj e tërhek mbrojtësin këtë rast Bojen, mirë po krejtësisht i lirë është qendërmbrojtësi Pollumbi. Pasim për Krasniqin. Pra parkimi mjaft i mirë dhe 2-0. 2 asistime të Besnik Krasniqit, 2 gola të dritës së re dhe shënojnë edhe Ovuka. Është hera 5 apo e 6, shikoni edhe njerë. Askush, minimumi 20 metra ishte larg në këtë rast Gjorgje Salletić. Dhe për një lojtar i cili ka këto arkimet si me dorë, atëherë goli i dritës nuk ka penalti, por aksioni vazhdon. Arkimi tjetër, goditja me kokë. Dhe pret këtu portieri Gjokaj. Arkimi në zonë. Dabiqa edhe intervenimi i portierit të Bokur ka në lojtarin. Arkimi dhe mundësia këtu. Rasti i vetëm për Prishtinën. Minuta e 94. Provoj me kokë Shilova. Në orën e tij dhe këtu jep fund. Gjyqtari Bardajeti një herësh i dha fund edhe futbollit kosovar për vitin 2025, pasi kjo ishte e fundit.